Po, më filmoj, Po bëri pak qeni, 35 euro. Si po bëri pak qeni? Po bëri kakë. E mirë se kisha ndërmend ta beja, po s'po bëj. Kam i qenë me vetë. Përshëndetje dhe mirë se erdhën në një tjetër video këtu në kanalin tim. Për të gjithë ju që po e shikoni fytyrën time, për herë të parë, unë jam Wendy dhe sot kemi ardhur të vizitojmë një pjesë tjetër të Normandisë, që është pak më në veri se qyteti ku kemi qenë, që është pikërisht do vizitojmë Etretat dhe do vizitojmë të gjitha këto detin Shkëmbor. Brigjet Shkëmbor. Por do ta fillojmë sot me distilerinë benediktiane që qënë ka këtu në qytetin e Fe Kampit. Si se shikoni mbrapa meje, duket fantastike. Edhe do shikojmë sa është hyrja dhe ju tregojmë çfarë ka brenda, a ja vlen, edhe qëndroni me ne të dyja në këtë video. Edhe ti besoj apo? Kjo këtu është hyrja. Do ulemi te shkallët, do bëj Duket foto. fantastike. Oj. Shumë nice. Shikoni sa hyrja e bukur që është. Dhe kjo këtu është pastaj hyrja për në pallat. Te pjesa sipër bëhet një dasëm, kështu që nuk mundemi të futemi. Tani këtu besoj do shikojmë për tiket. Kemi tour. 35 euro për person. Kam një nga jashtë për foto. Di më filmon. Select votre experience, pas? Atëherë vendosëm mos të futemi, si do thoni ju, sepse ne nuk jemi aq të interesuar për verën apo birën apo për alkoolin dhe hyrja për një tur ishte në orën 2, ora është 11, pra duhet presim 3 orë dhe ishte 25 euro personi, që okej, mbase kjo duket shumë pompoze dhe e bukur. Por nuk ja vlen, kështu që mbase do t'i bien vërtall, se mbase ka edhe një pamje më të bukur nga para. Edhe ja vleti që erdhëm. Ju që jeni të interesuar për alkoolet, mirë se të vini, neve jo dhe aq. Ndalesa tjetër është teknikisht e Sënt Etienit. Ndalesa tjetër është tek Jardin Le Lutin, që do të thotë Lutin. Do ta shkojmë se. Ja, ku e ke aty para. De Lutin? Ta pyesim çanin, po besoj se që lexohet Lutin. Okej, edhe janë kopshte dhe duket që është shumë e bukur, paguam 7 euro, ta shikojmë deri në fund. Po aty ku do ulemi në fund, pastaj ishte një natyrë shumë e lezetshme dhe do ham diçka të vogël, mbase do pim diçka të vogël. Kështu që po ja u tregoj. Sa cute e kam bërë. Edhe dukesh se sikur ishte privat, do me thënë, familjar. Edhe prek barkun, se shikoj si duket. Sa bukur. Si quhet? Këtu pas kemi dhe marule, ngjyrat e ndryshme, pas kemi selino, kungull, lloje të ndryshme, jo marule, sallatish, fix, sa baby, sa një kungull. Pas kemi dhe lështrydhje, po s'ka këtu kokra, vetëm një pash atje. Nga ana tjetër këtë, mbase me këto gjëra dhe gatuajnë ato. Ja, me gjithë që, po nuk të dhe të shme thonë.
Ja. Lole, po sa i mërzitur që qenka. Qa ke moj zemër? Është i vetë mua në basë. Ti japën të karotë. Ja ku e ka shë. Ja ku i ka. Tani sekond, baby. Ja dhe pak. Që nga bashkë të budalla me thënë të drejtën. Nuk e kupto ka shumë. E, Bravo! mira aty e kishe. Mos ndoshta e kanë liqë, po qëndrovi atje nuk duhet ta hanë. Në ligjin e... Jam përpjekur të vendosin lule, ta bëjnë të lezetshme. Patjetër, është dhënë myë. Nëse më duket se ka një urë, shkojmë nga ana tjetër, Sara, shkoj. Më duket. Kjo është jo dreka jon, po porositë një sanduiç që ta shijojmë me këtë pamjen fantastike këtu. Edhe imagjinojeni tërë ky sanduiç me mish, 3.5 euro. Fantastik. Për të pirë nuk morëm gjë sepse kishim ujë me vete dhe jo se nuk donim të merrnim, po këtu kishte vetëm gjëra verë, birë. Edhe shikoni me çfarë pamje. Fantastike. Të plakën pamje. Jo, pamjen. Ajo tani erdhi. Dhe vërtet është një vend shumë i lezetshëm. Tani, patjetër që no. Se bo. Patjetër që 7 euro për kopshtin, mbase ishte pak shtrenjtë, po është shumë punë e investuar. Edhe nëse qoftë se do uleshe, ti merri të gjitha me radhë, fushat dhe për një njeri që është rritur në qytet është shumë impresive mbase. Ne kemi parë pak a shumë pula pata. Por që gjithë gjëja ishte vendosur shumë lezetshëm, edhe në lumë ishin bërura, ishin vendosur skulptura gjithandej. Kështu që ja u bëj halal, edhe sanduiçi i mirë është, a? I shishëm? Okej, do u provoj dhe unë tani. Kështu që si quheshe, do t'ja u shkruaj këtu poshtë. Garden du Lupin something. Po, Garden du Lupin, diçka atje. Do t'ja shkruaj poshtë. Sa po parkuam në Etreta, ishte një katastrofë e vërtet për të gjetur një vend parkimi, sepse ka shumë e njohur dhe ka shumë njerëz dhe pa diskutim shumë makina. Por ne gjetëm një gjysmë vendi ku nuk pengoni makinat e tjera, bërëm dhe pagesat dhe besoj që jemi okay. Tani për të shkuar te pika, pika fotografike shumë e bukur e këtyre shkëmbimeve, duhet të ecim dhe pak, dhe pasi të bëjmë këtu do ulemi në det, edhe besoj do ta shijojmë pak. Kjo rruga këtu po ashtu që ka shumë e bukur, dhe mbase do ulemi më vonë të pim diçka, ose nëse bëhet shumë vonë dhe na hahet bukë, darka, e ham dhe këtu. Që ka shumë ftohtë. Morëm një vendim që ishte të ngjiteshim këtu, sipër. Edhe pak kemi. Ja dolëm. Inshallah t'ja vlej pamja. Inshallah. Ua, po kush guxon që shkon deri aty poshtë ku janë ato, nuk e kuptoj. Shife. Të shkasim.
Shikoni çfarë pamje, o zoti ma sa bukur. Wow. O sa bukur që është këtu, nuk e keni iden fare. Nuk pendojmë fare që erdhëm, shikoni çfarë pamje. Wow, fantastike. Dhe kudo nga cila anë që dalim, ka pamje të tjera, ma thani po flokun, po aq të bukur. Shikoni. Qatë të tonë në saj pamje, shumë nice. Ja sugjeroj 1000%. Pamja këtu, injorojni flokët e mia se i merera, ishte fantastike. Ne ullëm, shijuam pamjen, bërë muhabet, se s'kemi bërë tërë këto ditë, po bërë muhabet shumë të thellë tash. A frymëzoj pamje. Edhe tani do shkojmë në drejtim të makinës, tani e kemi zbritje, nuk është se e kemi shumë të vështirë. Edhe do pendoheshim shumë, ndoshta, po ne nuk do ta dinim sa bukur do ishte këto, kështu që mbas edhe nuk do pendoheshim. Por nëse ndonjëherë ndonjë nga ju do vi që ja u sugjeroj shumë, mos përtoni dhe ngjituni te shkallët e tek këto shkëmbit këto, sepse është vërtet një must shumë të bukur. Ndalesa një pauze vogël për një diçka për të pirë dhe më mora këtë birën pa alkool sepse është pak nxehtë. Dhe po e pim fiks në një nga rrugët më franceze të qytetit, edhe kafsha duket shumë cute. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në një tjetër video këtu në kanalin tim. Ju e dini tashmë nga videot e para që ne jemi në Normandi edhe kemi bërë goxha ture këto ditë. Dhe sot është radha që të shikojmë malin Saint Michel, i cili është një atrakcion fantastik dhe shumë i njohur për të gjithë Francën dhe jo vetëm i rajonit të Normandisë. Ne kemi nga Le Havre deri këtu për 2 orë 10 minuta, rruga shkoi shumë mirë dhe paguam trarët rrugës për 6.5 euro, edhe urën e madhe po ashtu për 6.5 euro. Tani sa po parkuam, nuk e dim se sa do jetë fatura e parkimit, por dim që këtu kemi disa autobuza që na çojnë direkt tek mali, sepse për të ecur që këtu është 3 km larg. Makinën e lam në parkim dhe siç ju thash jemi 45 minuta larg, por ne kemi ecur gjithkohës me një pamje shumë të bukur të malit të Saint Michelit, Michaelit, Mikelit, varet si do ta quani ju në gjuhën tuaj. Edhe po lexonin çik për historinë. Mund të lexoni edhe vetë në Google, ishte shumë interesante, por më interesante është që aty jetojnë vetëm 23 persona. Kaq. Dhe besoj që ata kanë të bëjnë me kishën ose me 5.000 metër katror. 5.000 metër katror, po. Nuk është e tërë pjesa e ishullit. Dhe gjithë ndërtimi i klosterit, manastirit është klosteri, apo? Manastir. I manastirit është bërë mbi këtë ishullin. Dhe prandaj është edhe një urë që ne do ta kalojmë, sepse nuk ka ndryshe një rrugë se si të shkosh tek ishulli. Po ja tregoj dhe juve çfarë pamje kemi ne.
atje dhe shkojmë njerëz, shikoni sa bukur që duket. Pas ka dhe shumë njerëz, por çdo gjë organizuar shumë mirë deri tani. Pra, si që shikoni mbrapa, meje është edhe mali San Michelit. Afro pak sepse... Okej. Si shikoni është mbrapa dhe nga këtu foto dalin fantastike, ne I bërëm fotot, prandaj jam të veshur si që shikoni. Ka shumë njerëz, po jo aq shumë njerëz sa të bëhet e bezdisshme. Ne besoj do ngjitemi deri lart, do shikojmë që nëse mund të dalim në rër për pak, por fotot tona masterpiece I kemi. Dhe hyrja është falas, autobuzat që ju sjellin këtu janë falas, deri tani hyrja në qytet. Se sa do jetë hyrja në për, nuk e di, klosterin atje, manastirin atje lart, do t'ja u tregoj, po deri tani ja ka vletur çdo gjë, na doli dhe dielli, jemi shumë e fat. Ta bëjmë një foto me diell? Ja, kjo është hyrja, siç e shikoni ka shumë njerëz. Dhe ne do shkojmë njerë këtu të bëjmë pak ecje në këtë rërën, duke qenë se akoma nuk e kemi baticën. Edhe mbase ta shijojmë një çik nga një perspektivë tjetër. Shkruaj këtu Sara dhe Nexhi. I love you. Ja se po o do ta shkruaj këtu Stefan. Ta shkruaj baby 2025. Kjo është hyrja. Ha? Okej, perfekt. Edhe aty ishte €1, po ishte gjithmonë një njeri që futej direkt me portakazën në dorë pasi kishte dalë çdo njeri. Shumë të pastra. Dhe tani le të futemi në mesjet ose në kohët më përpara. Si kanë jetuar njerëzit? Pe këtu. Ku haj vafel me çoko krem. Gjina, sa stres kanë qenë. Se janë të këta njerëz. Edhe këtu ishte dera që mbyllej me hekur. Edhe duket e vjetër, a? Duket shumë e mirë mbajtur. That's so nice. Do blejmë fillimisht ndoshta një suvenir. Çfarë është kjo? Verë për San Micheli. Pas ka dhe të vogla. Dhe të vogla. Se ti? Muskat. Boisson aromatisé à base de vin. Kjo është për mua të ble. Edhe për Stefani. Po, shumë mirë. Po kjo çfarë është për shembull? Shikoni sa njerëz ka njerëz. Wow. Mos hajdeni këtu në kohë korone. Ai është qëllimi, jemi ullur tani. Kemi ngjitur shkallë dhe kemi akoma shkallë. Para se të ngjiteshim këtu, shkuam në një restorant, se tham të hanim diçka të merrnim energji. Nuk pata fat. Të mora një sallat dhe gjeta disa gjete të palara. Dhe pastaj nuk doja të haja më. Kështu që mbase kur të zbresim haj diçka. Ja. Pamja. Edhe tani do hym tek manastiri. Blem bileta, besoj që ne në internet I pam €16, po nuk e di sa janë këtu. Po blevëm biletat. Ishte €16 për person. Dhe tani sa filluam turin. Ne nuk shkuam me grup, se jemi të pavarura. Televizim si të duam dhe turi zgjastet 2 orë. Ne mbase do ta bëjmë edhe më pak. Ka disa dhoma që mbase ne nuk na interesojnë. Çdo gjë duket super e mirë mbajtur dhe shumë pompoze. Dhe jemi vetëm duke ngjitur shkallë. Nuk e di, ti kisha numëruar mbase për kuriozitet, ta shikoj sa shkallë janë këtu. Wow, sa bukur.
Po këto nuk bie dielli kurrë, si kanë jetuar njerëzit pa Prandaj diell. ishin buqet e parë. Mordresh. Ja, kështu duket pamja nga lart. Shikoni, komplet kjo pjesa këtu është det, po për momentin nuk ka ujë. Dhe duket sikur po vjen ujë. Dhe kjo këtu është pamja e monastirit. Që do futemi tani. Ka qenë sala e ngrënjes, si që shikoni, aty kemi dy hoxhaqe shumë të mëdhenj për të gatuar. Dhe patjetër këtu do ketë pasur vende për të ulur. Është shumë impresionuese se sa të mirëmbajtura janë çdo gjë. Tani nuk di t'ju them nëse dyshemeja është e rikonstruktuar apo është origjinale, por edhe nëse është e rikonstruktuar, di t'ju them që kanë bërë një punë fantastike. Dhe kjo ishte pra sala e të ngrënit. Kemi marrë edhe një fletushk që të lexojmë dhe të gjitha salat çfarë janë. Dhe kudo kemi dhe një kështu dhomë të vogël lutjesh. Tani ndoshta do shkojmë te këto çapelat me moj. Shkallët shumë të bjerta, e mbaruan vizitën, shkoni, dhe këtu i pas kemi policët me mitralos. Kemi kujdes, cilemi mirë. Edhe kështu erdhëm pak nga pak në fund të vizitës të malit të Shën Mikelit. Edhe ishte vërtet një vizitë shumë e vlefshme. Tani do marrim autobusin edhe do shkojmë tek makina dhe mbasi rrugës do ndalojmë të pimë një kafe të vogël, sepse moti është shumë i bukur. Ja vleti Sara vizita? 10 nga 10 të thoja e 10 nga 10. Shumë. Ciao, Mont San Michel! Shihemi neve se nuk do vimë këtu se shumë larg, por një herë në jetë duhet vini. Mbase dhe vi prapës, kur mos të. Nuk xhirova rrugës kur u kthyem sepse ishte e njëjta rrugë. Dhe kishte shumë trafik, kështu që kemi ardhur direkt shumë të uritura në një restorant japonez dhe do ham sushi vegetariane për mua dhe menuja ishte fantastike sepse ishte edhe çmime shumë ekonomike këtu. Por ne donim vërtet që të hanim diçka të lehtë sot. Pra jo më as burger, as makarona dhe këtu do ham supë, do ham sushi, gjëra të thjeshta. Kështu që sa po të shkoj në hotel, do ta mbyll videon dhe do t'ju tregoj përshtypjet e mia për malin San Michel, edhe për gjithë regionin, zonën, sepse është dita e fundit dhe është mbrëmja e fundit që po ham darkë këtu. Kështu që do t'ju tregoj të gjitha ato që unë mendoj, edhe mbase t'ju jap edhe ndonjë tips nëse keni nevojë për shembull të vini një herë këtu. Nuk arrita që të bëja mbylljen e videos kur isha në hotel, kështu që po e bëj nga shtëpia, t'ju jap këtu atë feedbackun tim. Normandia e Francës është vërtet një nga zonat besoj më turistike të Francës dhe ishte shumë bukur. Në qoftë se ju jeni të interesuar patjetër dhe për plazh, ne nuk shkuam në kohën e dur që ishte aq nxehtësa për plazh, por kishte plazhe fantastike
dhe ne nuk i vizituam të gjitha sepse donim të shikonim disa gjëra të tjera, por që mund të bësh shumë mirë pushime plazhi. Ishin pushime në natyrë, që mund të bëje ecje, mund të bëje ekskursione në natyrë, mund të bëje piknike në natyrë, sepse kishte vende shumë të bukura, siç ishin edhe këto jo kanionet, po ato shëtitjet për të parë këto plazhet shkëmbore, pra këto gurët e mdhenj në det. Ishte fantastike. Kishte qytete shumë të bukura, që mund të bëje city tours, që mund të bëje wine tasting, për shembull të provoje verat, që ne të dyja nuk është se ishim për këtë gjë. Dhe domethënë i kishte të gjitha Normandia. Hoteli, Birgit Hotel, ishte fantastik po ashtu. Mëngjesi ishte i thjesht, por shumë i freskët, buka ishte ngrohtë, kruasantet ishin të ngrohta dhe nuk kishte shumë zgjedhje, për shembull 10 lloje djathrash, po kishte 2, kishte 3. Kështu që ishte vërtet shumë i mirë dhe çmimin ne paguam për ne fjetëm 5 net, pra ne fjetëm premte, shtunë, diel, hënë, martë. Jo, hënë, 4 ditë. Më thënë dhe paguam 280 euro, 290 euro me mëngjes. Pra, i bie paka shumë, sa i bie? 70 euro. Me parkimin, me mëngjesin, me hotelin, me shërbimin e dhomë, me çdo gjë. Kështu që, për çmime europiane janë perfekt. Më duken mua, nuk e di cili është qëndrimi juaj. Çfarë duhet të përgatiteni, që ne nuk na shkoi mendja, ishte që për 4 ditë kemi paguar vetëm për këto trarët, për këto taksat e rrugëve të autostradës, rreth 110 euro për makinën, sepse Franca besoj është një ndër vendet e Europës që i ka dhe më të shpeshta këto traret, nuk ka asnjë autostradë pa paguar, pothuajse, por edhe shumë të shtrenjta. Për shembull, kur edhe urën që e kemi kaluar 2-3 herë, urën e Normandisë, ishte patjetër një punë e madhe e bërë dhe do mirëmbajtje, kështu që e mirë kuptoj, por shumë shtrenjtë dhe duhet të keni kujdes sepse në disa vende nuk ka trar që paguan, por ka kamera dhe duhet të futeni tek ai website-i, Sanef quaj, më duket, po e keni të shkruar në të gjitha autostradën, edhe ta paguaja online sepse kishte 72 orë. Për ndryshe, nëse nuk e paguan online, do më thënë kamerat e sigurisë të kishin parë ku ka kaluar makina jote, çfarë autostrade ka përdorur dhe sa lek janë për të paguar, dhe nëse nuk i paguan për 72 orë, merr gjoba shumë të mëdha. Nuk e di sa të mëdha mund të jenë, sepse ne e pam edhe e paguan, po ishte, do më thënë, pak të shtrenjta më duken. Dhe nuk e di, mbase mund të googloni para se të nisem, mbase ka ndonjë abone për disa ditë, ne nuk gjetëm, mbase ju që jetoni në Francë e dini më mirë, mund ta komentoni poshtë tek videoja, për shembull për njerëzit që vërtet kanë interes të shkojnë në këtë zonë apo në Francë, mbase ka ndonjë opsion që blen një tip karte edhe ke për çdo rrugë. Tjetër çfarë, manastiri i Shën Michelit ishte po ashtu fantastik, por duhet ta bëni pra tur siç e bërëm ne, sepse të bësh një rrugë kaq të gjatë, sidomos nga Gjermania ku ishim ne, deri në te mali Shën Michel, ishin 8 orë rrugë dhe është diçka që bëhet në një ditë. Pra qyteti ishte aq i vogël, sa që mund të shikoje manastirin, mund të shikoje dyqane, mund të bëje fotot, mund të bëje atë ecje në rër tek Batica, Zbatica, se Batica ka ujë, nuk bën ecje në rër, tek Zbatica, domethënë kur uji largohet, edhe mjafton. Ne nuk patëm fat që të prisnim derisa të vinte Batica dhe ta shikonim ishullin të rrethuar nga uji, për fat keq, sepse duhet të prisnim shumë orë dhe ne ishim shumë larg me makinë. Po ishte një mrekulli vërtet që duhet ta shikoni, ishte super mirë mbajtur, çdo gjë ishte shumë cute. Parkingu tek Shën Micheli kushtoi 19 euro, ishte pak shtrenjtë, por për një vend të tillë mbase e justifikon, sepse pastaj kishte edhe autobusin falas për të shkuar deri në qytet, edhe për të ardhur.
Mua prap më duk shumë shtrenjtë, 19 euro për 2 orë parkimi që ndenjim ne. Gjithsesi këto janë tarifat, edhe besoj që do na kishte ngelur peng, po që se nuk kishim shkuar te ky ishull dhe vërtet do kishim humbur shumë. Hyrja në qytet dhe kudo në për kishat rreth e qark ishte falas. Nëse keni interes ta shikoni këtë manastirin që është në maj fare, aty ishte 16 euro bileta. Ne nuk morëm guid, sepse pastaj me guid duhet të presësh tër grupin, je i varur nga grupi, ndërkohë që ty të jepnin një fletushk, edhe mund të shikoje të gjitha dhomat, se ishin të treguar shumë mirë me numra, mund të shikoje dhomat edhe të shikoje shpjegimin e tyre, ose mund të merrje 5 euro plus këto guidat direkt, do me thënë me kufje, edhe e merrje veç çdo gjë me detaje. Duke qenë se ne nuk ishim aq të interesuara për sa i përket themelimit. Tani ne lexuam patjetër, themelimi është bërë nga ky pra Murgu Sër Misheli, dhe thoshte që ka filluar para viteve 1000 si ide, sipas historisë dhe legjendës, Shën Misheli ka parë në ëndër një ëngjëll që i thoshte ndërtoje këtu manastirin, edhe ai e mbajti si plan, por nuk e ndërtoi sepse mendoi ishte thjesht një ëndër, deri në një moment që ëngjëlli ja futi gishtin në tru, e i la një grop këtu dhe i tha duhet ta ndërtosh manastirin aty, dhe ky e ndërtovi. Dhe më vonë është gjetur kufoma pikërisht e këtij personi që ka vërtet një vrim në tru, por sipas shpjegimit mjekësor është për shkak të një hematome që ka pasur. Gjithsesi, Shën Misheli ishte një pikë shumë e rëndësishme, nuk është atakuar besoj asnjëherë, sepse nuk është se kishte ndonjë rëndësi shumë të madhe ushtarake, sepse kishte gjithmonë shumë pak njerëz, po kishte më shumë rëndësi fetare. Edhe sot besoj përdoret po ashtu për delegacione fetare dhe si një vend goxha i shenjtë për të gjithë besimtarët. Momentan jetonin shumë pak njerëz, 20 ca persona, do me thënë shumë pak. Gjithsesi ishte diçka që duhet ta shikoni patjetër. Edhe nëse keni mundësinë të shkoni në Normandi, besoj 5-6 ditë do e duan, ndoshta pak më shumë se sa ne, që edhe 2 ditë i keni pastaj vetëm për plazh. Kishte plazhe shumë të bukura. Nuk e di nëse ne kishim fat të keq edhe në qershor është ngrohtë, po këtë vit bëri ftohtë dhe ne s'patëm fat, apo duhet të shkojmë gjithmonë nga Korriku, Gushti, që të keni fatin të bëni plazh. Mbasi ju që jetoni në Francë, mund ta dini më mirë, sepse është pjesa e Oqeanit Atlantik, dhe Oqeani Atlantik njihet për domethënë çrregullim të motit, për ndryshim shumë të shpejtë të motit, kështu që nuk di t'ju them për këtë pjesë, po di t'ju them që nëse keni fat dhe keni diell, kishte plazhe shumë të bukura. Mjafton të shkruani emrat, të tëra qytetet ishin shumë të bukura. Kështu, kjo ishte dhurata ime për Sarën dhe udhëtimi që ne e bëjmë çdo vit, marrim kohë për të dyja ne, bëjmë çdo vit një udhëtim që të forcojmë edhe më shumë miqësinë, apo të kemi kohë të flasim vërtet për gjërat që na shqetësojnë, për gjëra më personale. Dhe këtë vit e bërëm një çik më herët, ne zakonisht e kemi nga fundi vitit, nga tetori. Po këtë vit e bërëm një çik më herët, edhe vjet në Korrikë e bërëm, sepse për shkak të babit, gjendja ime mbase nuk do jetë më kaq cool kur të jetë shumë vap, apo pas si baby të vinë në jetë muajt e parë nuk besoj se do lëviz. Normandia je super, unë ju pu dhe ju le takim në vijën tjetër. Ciao!